Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Muhammad ibn Abdullah al-Mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Allahu na zëjë falënderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë të nderuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së njeriut më të madh pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra flasim për Ebu Bekrin radiallahu anhu. Sot fillojmë nga emri i tij. Do të bëj një pyetje të çuditshme, se na gjithë e njohim Ebu Bekrin radiallahu anhu, ama bashkë më intereson. A ka dikush që ja din emrin e vet? Ebu Bekr është llaqab është, ama emrin a ka dikush që ja din? Sikur Ebu Hanife është. Zoti e mëshiroft me xhennet, ama ai emrin origjinal e ka ndryshe. Pastaj me kalimin e kohës e ka marrë emrin Ebu Bekr. A ka dikush që ja din? Shumë i lehtë është emri, gjithë na e dim atë emër. Ani edhe gabim dikush në ta thotë një emër. Bekir. Jo. Jo. Ato janë llaqapët, kena më shpjegu. Kështu e origjinal emri kur ka lind që e ka nxit atë emër. Abdullah ka emrin. Abdullah i biri Osmanit. Abdullah ibn Osman. A e thata? Faleminderit Ramçe. Ama maj se stanetëm nuk priznatët. Po. Abdullah ka emrin Ebu Bekri radiallahu anhu. Baba e vete ka emrin Osman. Ebu Bekri radiallahu anhu, thot kur të mësoni zinxhirin e tij, kur ta lexoni, tek stërgjyshi i tij i 6, atje lidhet stërgjyshi i tij me stërgjyshin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domthon 6 breza dikur më vonë është fes me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Te stërgjyshi i tyre që e ka emrin Murrët ibn Ka'b. Te Murrë ibn Ka'b, kur ta mësoni edhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe stërgjyshi i 6 i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Murrët ibn Ka'b. Murratu ibn Ka'b. Aty lidhet familja e Ebu Bekrit, stërgjyshi e Ebu Bekrit dhe stërgjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i 6 janë të njëjtë. Që do të thotë kanë edhe lidhje fare fisnore me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por dikur shumë më herët. Te Murratu ibn Ka'b, stërgjyshi i 6 i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri i ka disa llaqape. Llaqapin e parë që e përmendin dietarët është llaqapi i tij El Atik. El Atik do të thotë i çlirum, i lirum. Andaj El Itqu min an-niran thuhet që Zoti më na liru nga zjarmi i xhenemit. Këtë llaqap e ka Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga premtimi i gjuhës së sinqertë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha Ebu Bekrit, anta al-atiqu min an-nar. Tha ti o Ebu Bekr je i lirum nga zjarmi i xhenemit. Ti xhenemit ka liru nga djegja e vet. Ty xhenemi s'ka me djeg. Dhe në bazë të këtij premtimi, Ebu Bekri radhiyallahu anhu njërin nga llaqapet e tij e ka El Atiq. El Atiq. Llaqapin e dytë që e përmendin dietarët është llaqapi Es-Siddiq, që zotën edhe Ebu Bekr Es-Siddiq, që zotën që është edhe më i njohur në mesin e besimtarëve. Es-Siddiq llaqapin e mori për nga sinqeriteti i tij, për nga transparenca e tij, për nga korektësia e tij, që ishte e njohur edhe para se të vije Islami.
E ka njohur gjithë arabët sinqeritetin e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Uhud kur ishte me Uthmanin dhe me Abu Bekrin radhiyallahu anhu i tha Uhudit, pasi që kodra e Uhudit u drith, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam uthbut ya Uhud. Tha përqendrou o Uhud, mos u drith, rri e qetë, sepse mbi teje janë si diku i sinqertë dhe shahidi. Por esenca e këtij llagapit thuhet që erdhi nga ndodhia e Isras dhe Mirajit. Në ndodhinë e Isras dhe Mirajit, aq ndodhi një sprovë e madhe për mekelit, edhe ato që ishin pa Islam, edhe ato që ishin me Islam. Fakti që duheshte të i besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me një kohë shumë primitive, se në brenda një natës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar prej Mekës, ka shkuar në Mesdul Aqsa dhe është kthyer prap, e në ndërkohë ka shkuar edhe në qiell te Allahu azza wa jall. Derisa dietar përmendin që disa muslimanë që patëm besu, patëm bërë ridet, patëm dalë për Islamit. Kur e patëm dëgju këtë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja tha, këtë bata me edhe ç'kjo rejna, tha nuk bahat. Dhe patëm praktikë Islamin disa njerëz që kishin pranuar më herët Islamin. Mekelit në mëngjes e takojnë Abu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili nuk dinte asgjë për ndodhin. Asgjë nuk dinte për ndodhin. Dhe i thanë Abu Bekrit radhiyallahu anhu, o Abu Bekr, a ke marrë vesh diçka? Tha jo. Tha i shoku jot, sot sabah është duke pretendu se brenda natës o kon Mesdul Aqsa, është taku me Zotin, edhe brenda të njëjtës natë është kthyer në Mekë. Tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, tha, a është e vërtetë se me të vërtetë ai thot këto llafe se ka shkuar dhe ka ardhur? Ata thanë po Abu Bekr. Thanë po Abu Bekr, ai me të vërtetë i thot këto llafe. Tha Abu Bekri radhiyallahu anhu, tha nëse ka thonë ai, atëre çashtu edhe është. S'ka laf, s'ka muhabet, s'ka dyshime dhe hamendje në fjalët e tij. Ai çka thotë çashtu është. Dhe i thot Abu Bekri radhiyallahu anhu, e thot thënien e tij madhështore, thot, pashani Allah. Un kam besu në llafet tia më të mëdha se këta. Kam besu në atë që thot se është e shpallur prej Zotit. Kur e kam besu në se fjalë që i thot ai janë të shpallura prej qiellit tek ai, këto tjerat zvin shprehje. As që bëhet llav dhe muhabet për këto thënie tjera që i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe në bazë të kësaj ndodhie e mori llagapin es-Siddiq. Llagapi i katërt ose i tretë që përmendet për Abu Bekrin radhiyallahu anhu është as-sahib, shok, dost. Me dëshminë e Rabbul Alaminit. Në shpellën Thawr, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Abu Bekrin ishin duke bërë hijret prej Mekës për Medinë dhe aty u ndalën, qëndruan një kohë, Allahu azza wa jalla tregon ndodhin dhe thot idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha dostit vet, mos ma bëj dert, mos ma ki gajle. Se na shpesh e komentojmë këtë duke thonë mos u frikso Abu Bekr. Jo, Abu Bekri me dëshminë Allahut azza wa jall se ka pas gajle dhe dert hiç jetën e vet. Ai gajle dhe dert e ka pas mos të ndodhe diçka Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, andaj Allahu azza wa jalla i thot la tahzan. La tahzan. Andaj kjo është dosti. Njëra nga llagapet e Abu Bekrit radhiyallahu anhu është llagapi dosti. Dosti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më i dashur dhe më i afërt. Me dëshminë e Rabbul Alaminit që unanimisht gjithë dietarët islam thonë se i vetmi i cili ka qenë në shpellë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe se ky ajet kuranor është shpall në ndodhinë e shpellës Thawr. Që sot ajo shpellë është e ditun dhe e njohur në
Mekë, në periferit Mekës, më mirë thonë. Ku Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, vetëm njënit prej këtyre mi shku menja mi këshir kom të veta, kom e na pa neve. Dhe Allahu i madh e shpalli ajetin kuranor, në cilën ajet kuranor tregon se Ebu Bekri është me të vërtet dost hakikat, i cili fare se ka gajle për sigurinë e jetës së vet, por se brenga e tij kryesore ishte mos të ndodhe diçka Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Al-Atiq, al-Anqa, al-Atqa. Al-Atqa e ka kuptimin e asaj që Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë njeriu më i devotshëm në mesin e sahabëve. Njeriu që më së shumti ka pas frikën e Allahut azza wa jall. Dhe kjo ndodhi do të shpjegohet më mirë pak më vonë të shpallja të ajeti kuranor më mirë thonë ku Allahu azza wa jall thot wasa yujannabuhal atqa. Dhe këtu ka një ndodhi e veçantë e cila ka të bëjë me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu si një njeri i devotshëm i cili ka pas me të vërtet frikën e Allahut subhanahu wa taala. Al-Awwah ka qenë njëra nga emrat që sahabët radhiyallahu anhum e kanë përdorur për Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, duke dashur me tregu se kjo është njeriu që me të vërtetë i ka pas frikë Allahut azza wa jall, që i ka lotu syri nga frika e madhe e Zotit dhe që i është rënqeth trupi nga frika e madhe që ka pas ndaj Rabbul Alaminit pra Allahut subhanahu wa ta'ala. Lindja e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Ebu Bekri radhiyallahu anhu sipas gjitha rivajeteve ka lind mas ndodhisë e elefantit. Amul fil, e dini tregimi i elefantit kur Ebreheja ka dash me ardh me elefantet e tij të mëdhaj dhe me ushtrinë e madhe me shkatrua qavën. Ebu Bekri radhiyallahu anhu sipas shumicës së rivajeteve ka lind dikun 3 vite mas ndodhisë e elefantit, dikush ka thonë 2 vite e gjysmë dhe kështu me radhë. Pra ka qenë në moshë më i vogël se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 3 vjet ose 2 vjet e gjysmë. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lind pikërisht në vitin e elefantit. Dhe kjo është dëshmuar në historinë islame sipas gjithë historianëve, edhe pse bëjnë dallime dikush në numrin e vitit, por se ka lind në vitin e elefantit, gjithë dietarët e potencojnë një gjë të tillë. Ebu Bekri radhiyallahu anhu është rrit edhe me non edhe me bab, për dallim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka pas gjithkohës edhe nonën edhe babën dhe është rrit bashkë me non dhe me bab, pra nuk ka qenë jetim. Kur flasmi për pamjen e tij fizike, thuhet që Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë i bardhë. Disa komentatorë historianë e përmendin sikur Kajs ibn Abi Hazim thot ka qenë i bardh pak i kuqremt, që themi na. Ka qenë i dobët, ka qenë me trup të drejtë, ka pas kukat e ngushta i ka pas, nuk ka pas bark hiq. Përmendin dietarët se Ebu Bekri radhiyallahu anhu edhe në fytyrën e tij s'ka pas tol hiq, ka qenë thot i thatë në fytyrë. Saqë edhe sytë e tij kanë qenë pak më brenda eshtrave të syt, nuk i ka pas sytë e dalt jashtë, por i ka pas sytë pak më të thella në brendinë e tij. Atë që dopt ka qenë sa që Ebu Bekri radhiyallahu anhu shpesh ka ditë me i ra i zare. Jo që i ka rënë në tokë, por i ka shku më pas shkaku se nuk ka pas bark dhe nuk ka pas kuka të gjanda, gjë e cila ka ndikuar që atij të bjen i zari më poshtë. Pra flasim për një njeri modest, për një njeri të pashëm e të bukur, një njeri i cili nuk ka pas kohë shumë të merret me veten e tij dhe t'i përkushton rëndësi pamjes së tij të dukshme. Sa i takon prindve të tij, baba e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ka pas emrin Osman, që në gjuhën tonë i themi Osman, i cili ka qenë i njohur me llaqabin Ebu Kuhafe. Me këtë llaqab është njoft
baba i Ebu Bekrit radiallahu anhu, i cili ka pranu islamin në çlirimin e Mekës. Subhanallah, në islamin e Ebu Kuhafës përmendet që Ebu Bekri radiallahu anhu e merr babën e vet dhe e çon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ta thotë shahadetin. Dhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "O Ebu Bekr, pse e ke mundu i kisjell tek unë, se unë do të shkojsha tek baba jot?" I thot Ebu Bekri radhiyallahu anhu: "Jo, ja Rasulullah. E drejta dhe haki është që na me ardhte ti, e ti jo ti me ardhte na." Subhanallah, që tregon kujdesin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj njerëzve të moshuar. Sepse Ebu Kuhafeja në kohën kur e pranon islamin ka qenë në moshën e shtyme, ka qenë bajgi plak dhe kanë mojt për krahi dhe ka qenë njëkohësisht edhe i verbër Ebu Kuhafeja. Ka qenë edhe i verbër dhe nga pleqnia e thellë e kanë mojt për krahi Ebu Bekri radhiyallahu anhu që ta bjete Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta dëshmojë shahadetin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Pse ke mundu? Unë do të shkojsha tek baba jot." Këtu thonë dietarët ka dy momente respekti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i manifeston në raport me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. E para në raportin personal me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Kuptimin e asaj se unë ty atë shumë të respektoj, sa që unë për këtë gjë do të kisha ardhur te shtëpia jote. Dhe e dyta, respektin e tij që manifestoi kundrejt babës e Ebu Bekrit, më mirë thon kundrejt një plakut. Kundrejt një më të moshumit, që plakin mos me emunu. Edhe pse kjo punë nuk është punë që na themi për pak e për shumë. Plakin jo se jo s'ban me munu për pak e për shumë, po s'ban me mundu edhe për punë të mëdhaja. Kur është në pyetja dhe Islami, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Su ka dash ta mundosh ta bish tek unë do të shkojsha tek baba i jot", gjithë cilën se ka thonë për secilin. Gjithë cilën se ka thonë për secilin, por në këtë raport për plakun dhe nga ana tjetër edhe për babën e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam manifeston një respekt të veçantë e të dalluar. Çta bën me dije se dostit ja respekton babën. Ja respekton babën. Dhe se më i vogli duhet me respektu më të madhen. Kjo është një dukuri negative që është duke u shpërnda në mesin ton, që më të voglit mos me respektu më të madhen, që më të rrit mos me respektu më pleqt. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Nuk është prej nesh ai i cili se respekton plakun, se respekton më të moshumin. I vogli duhet me respektu të madhen. Dhe ai i vogël që nuk e respekton të madhen, nuk është prej nesh." S'është terezi tamam me imanin e vet, me islamin e vet. Kuptimin e asaj që më të madhit i jepet përparësi në hyrje të xhamisë, në dalje të xhamisë, i ofron kpucët, i ofrohet luga e kpucëve që t'i vesh malet. O vëllezër, këto mesele i kemi harun. Rallë jemi duke i pa. I ndihmot për kraj me hin, shkallët mi kalun, i jepet përparësi në autobus, i jepet përparësi të fura e bukës, i jepet për shtenë Ramazan, mos në qartëmi, i japin përparësi plakit të fura e bukës, e shtim pa renat, nuk e lom me prit renat, nuk ka lidhje, s'kena me vdek. Plakut i jepet përparësi kur të folen, nalët muhabeti, s'është të fol më i madhe, du të tangojmë. Kjo s'është për të mirën e ati. Kjo është për të mirën tonë, se që ato pleq nesër na kina me qenë. Nëse na sot i marim në përkon pleqët e tonë, neve beter dhe mazi kanë me na evo. Nëse na nuk i respektojmë ata, ato që kanë marrë mas neve, na kur do të bëjmë me pleq, halo ma hiç s'kanë me na respektu. A na gjithë themi Zotin adha shtymer dhe shnet, që do thot me një farforme, e lusim Allahun që me na dhon pleqni. Dhe ajo do të na vije një ditë prej ditëve. Ma mirë në të na vije me terbije, me sajgjije, me respekt dhe nder, ku do t'jesh mëse i nevojshëm për respektin dhe nderën. Plaki s'ka nevoj as për pare, s'ka nevoj as për post, as me punsu dikon, as me avancu dikon.
Nuk ka nevoj as me hongër, as me pi. Se me një kore buk ngijet. A ka nevoj. Dhe është mëse i nevojshëm për respektin e të rive. Atë mësë shumë të e gëzon sa i gjia, respekti. Mi dhonë për pasi, mi bon nderë, e me animu ka pak, e me nderu si ka hije një besimtare. Shifeni, është pyetje islam, është pyetje xheneti xhenemi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë Ebu Bekrit, s'u ka dash me munuket, unë do vish atë ke. Unë do vish atë ke. Te baba jot, që ta thotë shahadetin, jo ta mundosh ta bish deri tek ona. Subhanallah. Sa i takon nanës e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, emrin e ka pas Selma. Selma është nana e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, e cila e ka pranuar Islamin shumë herët. Nana e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e ka pranuar Islamin shumë herët, saqë thotë ka pranuar Islamin para hijretit. Kurse baba e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu e pranon Islamin në çliриmin e Mekës. Do të bajgi shumë ma vonë mas i gjëretit. Që ta bën me dije se Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka jetu me një shtëpi ku nonën e ka pas besimtare, kurse babën e ka pas jo besimtar. Sa i takon grave të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, është një temë që gratë tona s'kan qef me ndëgju, ama kjo është historia, kjo është ndodhia që ka ndodhur me Ebu Bekrin radhiyallahu anhu, nuk kemi të folë na për vete, jemi të folë për atë që ka bëjë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Ebu Bekri ka pas 4 gra. Ka qenë i martu me Ebu Bekri radhiyallahu anhu me 4 gra të devotshme e të urta, me cilat ka jetu një jetë shumë të lumtur e të mirë. Nuk të ndalem në detajet e grave të veta, kurse i ka pas 3 djem edhe 3 vajza. 3 djem edhe 3 vajza. Emrat e grave të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, e para është Katiletu bint Abdulaziz, e dyta Ruman bint Amir, gruaja e tretë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu është Esma bint Umejs edhe Habibetu bint Kharija. Kurse djemtë e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu janë Abdurrahman ibn Ebu Bekr, Abdullahin, Abdurrahmani, Abdullahu, Muhammed dhe i 4-ti, kurse vajzat e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu se 3 djemë, thash, dhe 3 vajzat e tia janë Esmaja radhiyallahu anha, Aisha radhiyallahu anha dhe e treta është Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha e dini, është vajza e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, kurse njëkohësisht është edhe bashortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Ebu Bekri radhiyallahu anhu vajzën e dytë të vetën ja jep dhe ja marton dostit të vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra këto dy janë dostar me dëshminë e Rabbul Aleminit dhe janë miqasi. Dhe janë miqasi që janë miqasu me vajzën e mesme dhe dytë të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, pra Aishën radhiyallahu anha. Përmendin dietarët edhe respektin dhe namin që ka pas Ebu Bekri në kohën e ignorancës. Ebu Bekri radhiyallahu anhu, që në kohën e para ardhjes së Islamit ka pas një nam dhe një respekt dhe një autoritet të mase të madh në mesin e mekelive dhe në mesin e banorëve të asoj zone. Sa që thuhet Ebu Bekri radhiyallahu anhu, para deri në momenti kur ka shku për hijret për në Medine, ka qenë Ebu Bekri përgjegjës për pasurinë e cila është marrë nga dijeti, nga shpagimi i gjaçeve që e kanë pas në atë formën e vet mekelit dhe pasurinë që ata e kanë lënën uedia, më mirë thonë si garancë, kur është dash dikon me lënë diçka garancë, e kanë lënën pra të në duart e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, se e kanë ditë se ky njeri nuk ka shansa me prek diçka nga madhi dhe nga pasuria e huaj. Veçoritë e Ebu Bekrit, me cilat është veçu në mesin e mekelive, është e para që Ebu Bekri radhiyallahu anhu i ka ditë shumë mirë historikun e mekelive dhe nesebeve. I ka ditë shumë mirë mi numru familjet, lozët.
E ka ditë se filoni është për filan loza, do të ka gjysh filoni, stër, ka ditë mi numru këto. Edhe i ka ditë shumë mirë dhe shumë fort historinë e arabëve të asoj kohë, sa që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha inna Aba Bekr a'lamu Qurayshin bi ansabiha. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë Abu Bekri më së miri e din historikun familjar të Kureshitëve. Në sebin e Kureshve, do të gjinsin damaslikin e Kureshve, më së miri e njeh Abu Bekri radhiyallahu anhu. Dëshmi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se është veçuar Abu Bekri radhiyallahu anhu me këtë dituri, me këtë veçori që jo çdo kush ka prirjet që të mban mend historikun e njerëzve, preardhët e tyre dhe kështu me radhë. Abu Bekri ka qenë edhe tregtar. Që tregtia e tij ka mritur të në lindje dhe në perëndim të asaj kohe, saqë përmendet se Abu Bekri radhiyallahu anhu ka bërë tregti me 40.000 dirhem të asaj kohe. 40.000 dirhem ka pas pare, me cilët pare ka bërë tregti në atë kohë që o konë pasuri bajgi e madhe, që sot nëse përkthejmë me lirat e ditës sodit, dalim bajgi pasurie e madhe që ka pas Abu Bekri në atë kohë. Por, asnjëherë pasuria s'ka qenë sebeb dhe shkak dhe tregtia, më mirë thonë, që Abu Bekri radhiyallahu anhu të mos jetë pjesë përbërëse e proceseve islame dhe faktit që ai ka qëndru afër dostit vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ka pengu tregtia. Andaj edhe në zhvillimet dhe ndodhit më të mëdha që i ka pas historia islame, gjithë një dosti më i mirë ka qenë afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur si ka thonë, më falë se unë e kam një biznes të bëj, s'kam kohë të merrem me ty. Edhe pse tregtia e tij do thotë ka lulzu dhe ka pas shumë bereqet. Abu Bekri radhiyallahu anhu ka qenë një njeri i cili ka qenë pikë bashkuese mes mekelive. Dëshmi të mëdha përmendën historianët islam për thënie që ja kanë thonë Abu Bekrit radhiyallahu anhu që disa thonë janë shumë të ngjashme me thëniet që i kanë thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse janë më të mangëta. Që me tregu se personaliteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mesin e mekelive dhe para se të jetë pejgamber ka qenë shumë më i lartë si autoritet se sa ai autoriteti e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, por thonë dietar generalisht janë parafarsisht aty afër. Lavdatat e mekelive që ja kanë drejtuar Abu Bekrit radhiyallahu anhu si njeri, si karakter, si zemërbardh, zemërmir, si njeri referencë, autoritet për kajmira dhe mbara në mesin e mekelive. Abu Bekri asnjëherë s'ka pi alkool, edhe kur s'ka qenë musliman, edhe para se me ardhë islami, edhe para se mu shpallë Abu Bekri radhiyallahu anhu, asnjëherë në jetën e tij nuk e ka provu alkoolin, edhe pse alkooli ka qenë pjesë përbërëse e traditës me kase. Dhe arabët ditë se e kanë konsumu me të madhe alkoolin në kohën e tyre. Abu Bekri radhiyallahu anhu vetëm njëherë në jetën e vet i ka ndodhur, duke qenë ai shumë i ri, dhe këtë transmeton dhe përmend dhe vetë Abu Bekri radhiyallahu anhu, thotë se dola me hec dhe poshtë një njeri të dehur, i cili durët e tia, gishtat e tia i futin në një flitësi, në një ashqitje. Dhe ishte i dehur, tamam i afron të durët e veta që të i afron në gojën e vetë, kure në atë ke erën e keqe i largoj ke gishtat e veta. Apet dikur ma vonë e bëj këtë njëtën. Dhe thotë Abu Bekri, prej ati momentit e kuptova se alkoholi të nënçmon, të nënvlerëson, ta humb njerëzin dhe ta humb edhe krenarin që e ke. Pastaj kur e pyetën Abu Bekrin radhiyallahu anhu, njëri nga sahabët e pyeti dhe i tha, hel sharibta al-khamr fi jahiliya, tha, a ka ndodhur që ti në kohën e ignorancës me provu alkoolin edhe me pi? Tha Abu Bekri, eudhu billah. Eudhu billah, tha, çfarë pyetje duke më bë? E thanë, pse duke thonë kështu? Pse se ki provu atë njerë? Asnjëherë. Tha Abu Bekri, kuntu asunu irdi. E kum rujt namuzin të.
I tha Ebu Bekri, s'kam pi alkohol se kum dash me rujt namuzin tem, nderin tem. Sa ai cili e humb mendjen e vet, nuk e ka në kontroll veten e vet se çfarë mundet me bë, dhe tha wa ahfadhu muru'ati, dhe e kam rujt njerëzillokun tem. E kam rujt karakterin tem. E kam rujt burnin time. S'kam dashur me humb namuzin tem dhe burnim dhe njerëzillokun tem, kam dash me largimin tim nga alkooli që të i ruj këto dy elemente dhe tipare që janë shumë të rëndësishme në jetën e njeriut. Ebu Bekri radhiyallahu anhu asnjëherë edhe nuk i ka bërë sejdë putave. Edhe pse baba i vet ka qenë politeist dhe i ka adhuru putat, saqë thotë Ebu Bekri radhiyallahu anhu duke qenë unë i vogël, baba jem më mori dhe më nxori në një dhomë në shtëpinë tonë ku i kishmi aty të vënduar me putat. Dhe baba jem më tha, kjo është filan zoti jon, kjo është filan zoti jon, e kjo është filan zoti jon. Dhe më tha baba jem se këto janë zotrat tona na që duhet mi adhuru. Në momentin që doli baba jem nga dhoma, unë ju drejtova njërit nga putave që i kisha përballë meje dhe i thash njërit, a ka mundësi me më dhonë me hang? Të ma pshushqim, tha i nuk mu përgjigj. I thash tjetrit, apo mjep diçka me pi? Nuk mu përgjigj. I thash së treti, a ka mundësi me më dhonë dë një robë dhe tesh, se po du mi ndru robat dhe teshat. Si i vogël Ebu Bekri po ja ban këto pyetje putave. Dhe tha, përsëri nuk më përgjigj. Thotë e mora një gur dhe i mshova njërit pot. Dhe i ra në tokë. Dhe i thash, çu? Lëviz. Dhe ai nuk lëvizi. E thash në vete, kur ky s'ka mundësi me më dhonë me hong, e as me pi, e as me mvesh, e as me lëviz, si ka mundësi, e as mi bo mirë vetë vetës së vetë, që vetën s'pa ku me drejtu, i thash vetës, si ka mundësi që kjo mu me mbo ndë një të mirë një jetën time, dhe as një herë, dhe kur Ebu Bekri radhiyallahu anhu nuk e vëndoj, nuk jaloj vetë vetës që të i ban shirkë Allahu azza wa jall. Pra flasim për një njeri muwahhid në kuptimin e plot të fjalës që asnjëherë Allahut nuk i bëri shirk, edhe pse ende nuk ishte shpallja Islame dhe udhëzimi Islam. Për Islamin dhe davetin e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, inshallah do të vazhdojmë në ditën e nesërme, duke lutur Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të i shpërblen me të mirat e tij të panumërta që sot zbukuruat xhamin i Sabeu me prezencën tuaj. Walhamdulillahi rabbil alamin.